Sali Devolli, gjatë shpjegimit të rastit, ka përmendur se ka telefonuar një epror në stacionin policor në Pej, në mënyrë që të merren masa për aksidentin i cili kishte ndodhur. Sipas tij, po ashtu pasi që është arrestuar dhe është shoqëruar në stacion, i është kërkuar që rasti të mos dërgohet në Inspektoratin Policor të Kosovës. Jo tha që fillimisht i keni telefonu policinë e pastaj eprorët, kanë keni telefonu prej eprorëve? Nuk muj me tregu për eprorën, falë, nuk muj me tregu, e kom thjesht një shkak e kom aty, tash apombre, tash qama, tash se nona në kom të dhe. Ta qep i tira, a pet dytën herë ta e tira prap. 3 herë kom thjesht, telefonatën teme mundin e me gjenë polici, poshtë dhe zoni jam edhe krejt. Vete kom thirë, nuk e ka thirë për kush. Plus edhe ata që ka bën ndeshje e kanë thirë. 1 orë e 20 minuta është pi policisë, deri te aksidenti o 60 metra. Se unë e kom shpinë para policisë. Jo po ashtu thatë, po, të dëgjujam, jo po ashtu e thatë e përmendë që ju kanë lutë mos me botë madhe këtë punë. Kush leta, kur shkova atë ditë aty në polici, po mendoj atë ditë që asita leta për mos e botë madhe, trita, mësohen, tash po nuk kanë rregull, pra tash kjo tash se një me do ashta me tiri për kanë. Po kush prej tyne, cili prej tyne të kanë thonë që mos me botë madhe? Më lutem ta leta, mos asit, tash edhe unë s'kisha kohë, kisha në unën spitali, kisha të jepën fiziona, u tha. A është oficerin e gjatë Gutiqe? Jo. E çfarë raporte keni jo me zotrin e gjatë Gutiqe? Unë kom shok si të tjerë, që kom me Shaban Shale, kom shok me ato, me krejt e proqi kom shok, po mendoj në pejem, le e rritë që të bashkë. Betimi për drejtësi ka siguruar një raport policor në të cilin Prenk Tuna, shef i sektorit të operativës në stacionin policor në Pej, ka dhënë versionin e tij rreth ngjarjes. Prenk Tuna, që ka qenë në zyrën e pranimit kur është sjellur i arrestuar i Sali Devolli, nuk i është përgjigjur telefonatave dhe pyetjeve të ekipit të betimit për drejtësi në lidhje me veprimet e ndërmarra në rast. Por bazuar në raport, ai thot se fillimisht ka biseduar me 2 zyrtarët policor Beslim Kelmendi dhe Jaja Zekeq, për të kuptuar arsyen e shoqërimit të Salit Devollit në stacion policor. Dhe siç thuhet në raport, Kelmendi ka thënë se Devolli ka ofenduar përderisa kanë qenë duke asistuar në aksidentin e ndodhur. Tutje në këtë raport, shefi i operativës Tuna përshkruan bisedën me Salit Devollin. Ai thekson se gjatë tërë kohës që ka qenë duke biseduar me të arrestuarin, prezent ishte edhe nën kolonelin e gjatë Gutiq. Këtë e them jo për ndonjë arsye, por vetëm le të jetë si dëshmi se është folur çdo gjë mbi rastin, si dhe për sjelljen e zyrtarëve policor në terren që ai pretendonte.